zbuloni dhe shikoni si Berisha dhe Rama firmosin bashkë të njëjtat afera. Bëhet fjalë për një sipërfaqe mbi qindra mijëra metra katror në gjirin e Lalzit, ku një pjesë e mirë e politikanëve të vetëquajtur, të majt dhe të djathtë kanë vilat e tyre. Në 10 maj të 2013-ës, siç shikojmë në dokumentin zyrtar në ekran, qeveria Berisha miraton lejen zhvillimore për ndërtimin e resortit turistik Omnix Albania në gjirin e Lalzit. U vendos miratimi i lejes zhvillimore, dokumenti mban firmën e kryetarit Sali Berisha, zëvendës kryetarit të ndjerit Sokolov Dashi dhe sekretares Kreuza Leka. 3 vjet më vonë, në 13 korrik të 2016-ës, me vendim 585, qeveria Rama i bën një tjetër dhuratë duke hequr nga fondi pyjor këtë sipërfaqe prej 28 hektarësh që të përdoret për ndërtimin e këtij kompleksi turistik. U vendos sipërfaqja të hiqet nga fondi pyjor dhe këtu kemi në funksion të lidhjes së marrëveshjes me shoqërinë Omnix Albania SHPK dhe këtu kemi emrin e zëvendës kryeministrit Niko Peleshi. 2 javë më vonë, në 28 korrik të 2016-ës, në mbledhjen e Këshillit Ministrave, Këshilli Kombëtar i Territorit, miratimin e lejes së ndërtimit për objektin me vendodhje në gjirin e Lalzit, u vendos miratimi me subjekt zhvillues Omnix Albania dhe gjithashtu kemi firmën e kryetarit Edi Rama dhe zëvendës kryetari KKT-s Eglantina Gjermani. Në 18 korrik të 2022-shit, me vendim numër 22 fraksion 9, në mbledhjen e Komitetit të Investimeve Strategjike, qeveria Edi Ramës bën një tjetër dhuratë duke i shpallur investitor strategjik me procedurë të veçantë projekt investimit në gjirin e Lalzit, subjekt Omnix Albania. U vendos miratimi i statusit, dhënia së drejtës së përdorimit dhe shfrytëzimit të sipërfaqes prej 90.030 metra katror të fondit pyjor kullosor me pronësi Republika e Shqipërisë dhe miratohet të hiqet nga sipërfaqja pyjore kullosore një sipërfaqe prej 60.000 metra katror. Dhe këtu ngarkohet Ministria e Turizmit